Zgjedhjet e pjesëshme të 9 nëntorit në 5 bashkitë e vendit nuk prodhuan asnjë rezultat surprizë. Socialistët fituan me diferencë të thellë në të gjitha qytetet, edhe pse ajo që ra në sy në zgjedhjet e së dielës ishte pjesëmarrja e ulët. Në Vlorë fituesja Brunilda Mersini mori 15.672 vota ndaj 2.333 që mori Dionis Sota i PD-s. Kandidati i tretë i pavarur Gjergjinika e mbylli garën me 1.975 vota. Unë jam i gruaj që vjen nga rrugët e qytetit, i njoh ritmin e tij, i njoh energjinë e tij, jam e përkushtuar ndaj njerëzve të tij dhe kështu do vazhdoj. Gara është garë, kam respekt për dy qytetarët e mi, janë dy bashkëqytetarët e Vlorës që nesër mund të jenë kolegë në dyert e bashkisë, Gjergji është antar i Këshillit Bashkiak, edhe pa diskutim do të kemi takime të përditshme, edhe Dionisi vjen nga bota e biznesit. Në bashkinë e Beratit Ervin Ceca i Partisë Socialiste fitoi bindshëm me 13.050 vota ndaj rivali direkt Pavlu Shkarpa që mori vetëm 2.607 vota. Në Cerik, Florenc Doka i PS-s mori 6.201 vota, ndërsa kandidati Amarildo Hoxha 1.888. Në garë në këtë bashki ishte edhe Iligert Hima nga Shqipëria Bëhet që grumbulloi 1.275 të preferencave. Altin Bojni do t'jetë kryetari i ri i Bashkisë së Matit pasi fitoi bindshëm ndaj Eduard Brahilikës. Ai mori 7.425 vota, ndërsa kandidati i pavarur i mbështetur nga opozita, Eduard Brahilika, mori 3.184 vota, ndërsa kandidatja e pavarur Suzana Pasha vetëm 529 vota. Ne me gjithë këtë mbështetje që ne ka dhënë gjithë banorët e Bashkisë së Matit, është një përgjegjësi e madhe që duhet ta përkthejmë në shumë punë për gjithë komunitetin tonë. Që punët e mira të mos dalin në të ardhmen e jonë do jetë shumë e mira dhe do vazhdojmë me këtë ritëm. Tepelena gjithashtu mbetet në ndrejtimin e socialistëve. Gramon Sako mori 77% të votave në këtë bashki, kundrejt 22% që shkuan për kandidatin e mbështetur nga opozita, Gabriel Guma. Tani na lind ne detyrimi kryesor i imi që të shërbejmë qytetarëve punët e nisura për ato që kemi projekte për mirënjohje pa fund për qytetarët e Belenës, mirënjohje për Partinë Socialiste që kishte përcaktuar fitoren që në dita e parë që unë kam marrë rrugë deri tani. Në këto zgjedhje të pjesëshme u shënua një pjesëmarrje prej 18.45%. Bashkia me numrin më të lartë të pjesëmarrjes ishte Mati me 39.36%, e ndjekur nga Tepelena me 34.63%, Ceriku me 25% dhe Berati me 19.98%. Pjesëmarrjen më të ulët e shënoi Vlora, bashkia më e madhe në këto zgjedhje të pjesëshme, ku votuan vetëm 12.54% e qytetarëve.